se pa ty na qka vyn jeta, tujt pas ty na njeti mbeta. Ku i ke mësu këta? Mësaj kam talentin e kam babën, talent. Seriozisht? Po, Babi të kënaq? ishem po. Kënojnë, edhe ti e ke marrë trashëgimi për këtë. Se të gjithat në të botës, ndodhin njerëz për atë nurimen, të përgjigjem, më nga madhin brenda digjem. Të dashur me që jam këtu me dy quna, cili është njani Maksuti e tjeti Ersani, cilët vërtet e ka një za shumë të mirë dhe është gjynav mos mi përkra talentat e ri, sepse një za perfekt unë sot rastisht i takova edhe i luta që let jem pjesë e Kosova Info, sepse ndoshta dikush që ka studiot vetën i merë ja bën një kërkesë edhe e i qanë për me kru sepse ka një za perfekt. Qysh jeni të kalu? Mirë, Erzan kaj tjeni? Klementinit. Klementinit. Jeni Fllazni? Jo, shumë. Shumë. Cëllën ilahi për nga kroni sot? Hajde. Muj në mëshinës ma faq do gjyna, ti me njafton mua i dashuri Allah. Vizitoj mishtri, vizitoj mishvjetër, do shta s'jemi pasht Ramazanin tjetër. Ai për akron për Bajram, jo. Sa hëna kur vjen Bajrami, dita më shantu i najtë gjami, këshyre ti s'po vjen, venin tana kur s'pëndzen. Inshallah na vin ditë maram, me në jetë basi kur për param, se pa ty na qka vyn jeta, tujt pas ty na njeti mbeta. Atë ka thonë ai kush që e ki zanin shumë të mirë. Po, E pëse s'ke shku me ba një ilahi, një qep ose një kong të anën. s'ku mujtë që m'ka ndollë punë që ata. Oke, a për në akron edhe një për jetima. Shkujtona pa ka ba. Ilahi. Ose për jena në Ramazan edhe për kënojna për Ramazan. Ilahi, ose ne ilahi tjetër, çfarë e dush? Ngritëm femëllet shabës, Ibrahimi dhe i birit, nga shkretira e praktisur, shloj zanin në nafirit, e nga Zoti u e mori, mirë paso e shtëpin time, se të gjithat në të botës, ndodhin njerëz për atë nurimen, të përgjigjem, më nga madhin brenda digjem, me njerë me l'makatën, ti dorëzohem madhiri qotëm. Ua, so mirë. Ku i ke mësu këta? Mësaj kam talentin e kam babën, talent. Seriozisht? Po, Babi të kënaq? ishem po. Kënojnë, edhe ti e ke marrë trashëgimi për këtë në vetë. E te? Njëjtë me tërë. Oke, Të e po këtorë, po shumë pak. oke, e di sa mirë është kur njerëzit e ri, fëmijët e ri, një gjenerat e re, me pasër këtë za, është diçka shumë. A di që njerëzit ndrojnë me pas zanin tanë. Normal. A për nakron edhe një ilahi të fundit, edhe qëfar e dush? Unë e kam marak këtë ilahien që është, unë e të shumë e kam marak, që është falem o Zot, falem,
O Se di ato. falem o Zot, Se mua kom të miq to. lutem se jam shumë pishman. Që ta këna kënë, ashtë ta Po këtë. s'di kejt pa shumë. Gjysën këneve, së se diva. Okej, hajde në një tjetër, pra, okej? Çfarë e pretendon? Vetëm për një qast isha me ty, pastaj kisha vdek. Një i brik me uj, me ta uflu, jetën me ta jeq. Jam ushtarit, kisha mbrojt, me trupin tëm. Zdo të dhe që gjujn, e mu me rok, e mu me dhem. Besuam i qpat pam, se je Rasulullah, lutet kjo zemër plot, për ne me bose fam. Besuam i qpat pam, se je Rasulullah, lutet kjo zemër plot, për ne me bose fam. Ua, faleminderit shumë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë njerëzve ose çka don më të bën njerëzit ty nëse do të ofrohet dikush për ta bënë një këngë ose një diçka? Më ka afru njani për i këmë thonë me shkute. Çka më thon? Kom pas me shkute një djallë që më ka thirë. Okej. Me shku në studio, thash vi, e që tash të këshyre dhe shkaj. Okej, faleminderit. E ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.